Dhe zoti Rama përmes kësaj strategjie kupton edhe fiton kohë, edhe jep mesazh mbrojtje, edhe do të rrujë korrozion e brendshëm brenda ekzekutivit, po edhe elektoratit të tij për të thënë që është gjykata që do vendos, gjykata kushtetuese, sikundër çfarë ka dhe një strukturë tjetër, mund ta çojë çështjen edhe në Strasburg për të parë me fjalë për të marrë një opinion lidhje me këtë. Dhe së fundi zoti Rama tha që e mbështet çdo lloj strukture në kuptimin zoti Rama, zoti Lezi, pse nuk po e shkarkon kryeministri i Shqipërisë Edi Rama zonjën Balluku? Po, si që thash e nderuar, zonja Balluku është figura numër 2, politike edhe me një eksperiencë gjatë dhe administrative dhe në ekzekutive, mbi të atribuohen edhe gjithë meritat e arritjes dhe performancës së pushtetit ekzekutiv në investimet kapitale ato infrastrukturore, të cilët janë përdorur si arritje nga ana e qeverisë. Kemi parasysh ato veprat e mëdha infrastrukturore, qofshin rrugët, ato të tuneleve e kështu me radhë, të cilët kanë emër në sensin e saj dhe pikërisht nga ky fakt e ka mbas edhe të vështirë për gjetë një emër ekuivalent me të. Dhe në këtë sens është i detyruar edhe ligjisht, po edhe politikisht të ta mbrojë dhe për të thënë që janë edhe struktura të tjera të cilët verifikojnë dhe shohin për sa i përket masave të ndërmarra dhe zoti Rama ka vepruar drejt në kuptimin e saj që ja ka dërguar gjykatës kushtetuese për të marrë për ta vlerësuar këtë kërkesë. Si e shihni zoti Lezi, a pritet që është edhe deputete dhe nuk mund të hiqet deputetis në mandat pa miratimin e parlamentit, pavarësisht masave ndërmarra, dhe këtu kemi pas shumë raste që pavarësisht masave është parlamenti në vullnet e tij vlerëson apo jo. Por zoti Rama ka vepruar edhe ligjisht edhe politikisht për dhënë edhe mesazh dhe përmes saj dhe fiton kohë. Fiton kohë se vjen edhe zgjedhje. Si e shihni ju, a pritet që ta rrëzojë kushtetuesja vendimin e SPAK dhe GJK? Po, edhe mund të ndodhë nderuar, kjo varet tash ka pas në analizën e këtyre po themi e vendimet marra, edhe skenarët ndryshe edhe mund të ndodhë. Kemi parasysh që gjykata kushtetuese ka rrëzuar edhe me vendimet e tyre ka rrëzuar edhe masat ndërmarrë ndaj politikanëve të tjerë. Kemi qoftë zotit Berisha, qoftë zotit Bardhi e tjerë kështu me radhë, të cilët do kanë marrë një vendim në fjalë në favor të tyre. Dënë që ka bërë një farë mënyrë i ka rrëzuar edhe ato masat e kërkuara, ndërkohë që edhe skenarë edhe mund të rrëzojë, mund të pranojë apo mund të ketë një pranim të pjesën, por do besoj që pra aq kohë është edhe deputete, se ka edhe mburojën ligjore të kushtetuese për të qenë deputet, nuk mund të procedohet, nuk mund të merret me një masë pa miratimin e parlamentit, por kjo është një përpjekje ligjore, morale, politike që bën në të drejtën e tij kushtetuese, sepse nuk do të qëtësenohet qeverisja nga kjo, duke pas parasysh që është figura kryesore numër 2. Dhe ka dhe të vështirë për një zëvendësim në kuptimin e momentit mbase. Por zoti Lezi, duke e mbajtur në detyrë pavarësisht hetimeve që janë duke u zhvilluar ndaj zëvendës kryeministres Belinda Balluku, apo rrezikon kryeministri shqiptar Edi Rama nga ana tjetër që çështja e Ballukut të kthehet në një bumerang politiku, çdo zhvillim i mëtejshëm pra i saj të lexohet si një dobësim i vetë kryeministrit shqiptar? Jo, përkundazi nderuar, zoti Rama përpiqet të tregojë forcën, për të treguar forcë në kuptimin e asaj që në pushtetin e tij, cilën ekzekutiv ku është votë besu, pra të besu, do të tregojë, do të reagojë në kuptimin e asaj që përballë çdo akuze e cila lipset provohet, nuk mund të konsiderohet tjetri i fajshëm, ku ndaj tij nuk ka një vendim formës shpreh që i provon fajsinë. Edhe këtë besoj që zoti Rama tha edhe së fundi që nuk cënojnë pavarësinë e këtyre organeve, mbështet ato në kuadrin edhe procesin ndërgjuese, por për shkak edhe të mbështetjes edhe faktorit ndërkombëtar. Dhe është një përpjekje që zoti Rama e bën me të drejtë, ku do të mbrojë
do të mbroj arritjet e qeverisjes përmes emrave të cilët kanë qenë në pararoja apo në krye saj, pavarësisht se ndaj tyre ka akuza apo janë perceptimin publik janë të tilla. Dhe mendoj që zoti Rama do t'i shkojë deri në fund kësaj, në kuptimin, por jo një rezistence të madhe, po do t'ja laj strukturë, do t'ja laj gjykatës kushtetuese dhe ndërkohë që do t'ja laj, do të mund ta çojë çështjen edhe në Strasburg në mënyrë që mos krijohet një precedent i cili çfarë e gjynzon një pushtet në raport me një tjetër. Për atë themi që gjykata kushtetuese është ajo që garanton unitetin, garanton respektimin e këtyre parimeve kushtetuese, check and balance, ku qeverisja ka pushtetin e saj, gjyqësori ka të sajën, tjetri ka të sajën, dhe në harmoni dhe në balans me njëri tjetrin askush nuk mund të interferojë në mënyrë të tillë sa që t'i cënon këto lloj pushtetesh, por që dhe garantohen këto parime. Kjo është, mendoj që është zgjedh kjo rruga ligjore, por që koha do ta provojë në sensin e asaj se si do shkojnë gjërat. Por mendoj që do të ketë një reflektim në sensin e edhe një vendimarrje politike se sa e ligjore themon. Qartë. Mirë, zoti Lezi, për të kaluar tek çështja e fundit, kemi 4 prokurorët garues për Braho, Xoli, Musabelliu dhe Gokaj. Brenda të së njëjtës ditë priten të intervistohen dhe të votohen në monitorim pra absolut ndërkombëtar, ndërkohë që edhe mandati i Altin Dumanit mbyllet më datën 18 dhjetor. Pyetja është se pse lexon politika këtë garë si një tmerr, ndoshta ka frikë nga emrat konkret, apo ka frikë edhe nga precedenti, pra që Spaku tashmë mund të prodhoj lider që nuk kontrollohen më nga askush në Tiranë. Po, i nderuar Don, që ku kryeterës, ku kriju kjo strukturë, ngjalli panik për hir vërtetës për politikën, sepse ne ishim mësuar në eksperiencën tonë me kulturën e pandushmërisë, është më tepër për leadershipet, dhe nuk ishte parë në historinë e Shqipërisë në leadershipet politike, ato cilët janë besu qeverisja për gjatë këtyre vitet, kemi të ndodhen në masa sigurie apo me akuzën ndaj tyre. Për këtë themi që ka qenë gjithmonë shqetësim, pavarësisht emrave, gjithmonë